Jemi me kohën e bisedës drejt për drejtu nga Prishtina me zotin Artan Muaxhiri, analist politik, sociolog. Mirë satët. Mirë se gjithë Eraldin, falenderit për mundësinë. Të falenderit shumë, si gjithmonë, që ju përgjigjeni ftesës sonë. Ka 10 ditë tashmë që janë mbajtur zgjedhjet, gjithsesi kaloi viti i ri, njerëzit, si themi, ishin në festa, pastaj edhe këtu vërshimet, këtu 2 ditëve të fundit, e humbën pak sa, le të themi, atë vëmendjen tek proceset politike, por ajo që vrejet zoti Muaxhiri dhe më thoni që nuk është ashtu, është që më shumë se sa për qeverinë e ardhshme po diskutohet nëse mund të kemi zgjedhje të reja, si po shihni gjithë këtë. E pritshme apo? Po me këtë spektër politik, çdo gjë është e pritshme në aspektin negativ. Pra është ndonjë çudi që të kemi diçka pozitive, që të kemi diçka premtuese, që të kemi dritë në fund të tunelit, por për blokada, për mashtrime, për komplikime, mos i ndroni. Nuk janë mjeshtër, nuk ka të dytë si këta, edhe kur ka diçka të madhe ideologjike, kur ka diçka shumë kështu parimore, edhe mund të arsyetohet, por kjo blokade vitit 2025 plus tash edhe paqarësitë të mëdha për çështjen e presidentit janë shenjë e një papjekorie të spektrit politik, është shenjë e një stagnimi, apo më mirë me thonë edhe mbrapakthimit. Kryeministri Detyrë Kurti, lideri Vendosos, po thotë që mos të merremi një herë me çështjen e presidentit, fillimisht i konstituojmë pas certifikimit të rezultateve, ta konstituojmë kuvendin me një herë, ta zgjedhim qeverinë e re dhe pastaj mund të flasim për temën e cila është e tretë sipas tij. Po vetëm edhe zoti Kurti në intervistën e parë që dha për Kosova Presin, tha që e përmendi bile edhe ishte titulli i gjithë intervistës, gjithë artikullit, që zgjedhjet e reja nuk janë vetëm çështje teorike, por edhe praktike, mundësi praktike. Pra, edhe ai vetë përmendi këtë, edhe 3 muaj nuk janë shumë, veçanërisht me këtë dinamik, pra qelen mbyll syt, vijim në mars, edhe sërish vjen marsi, edhe blokada është evidente, sepse duket që nuk ka ndonjë ndryshim në mentalitet apo në ndonjë aspekt vullnetit për bashkëpunim. Pra, zoti Kurti me siguri do ta mban pozitën që ka, pozicionin, stilin e tij të drejtashëm, por po ashtu edhe PDK-ja, LDK-ja besoj që do ta kenë të njëjtën qasje, kështu që uroj që të na befasojnë me ndonjë kështu përqindje të vogël të maturisë, të vullnetit e gatishmërisë, por si duket kjo blokada ka inercion, edhe është një problem shumë i madh, sepse natyrisht që 80 vota janë tepër në këtë spektër me animozitet, me shumë agravim, me shumë konfliktualitet, është pothuajse pamundshme që të arrihet shifra prej shifrat e drejtë. Po s'ka një reagim as të PDK-s, as të LDK-s e as të AK-s, e cila nuk është që është vendimtare si parti, se ka vetëm 6 deputet, por e ka rëndësinë e vetë në këtë proces, nuk ka ndonjë reagim. Shumë kushe thotë që vështirë të mendohet që këtu parti do të ishin në gjendje të shkojnë një proces zgjedhor pas një fiasko që pësuan. Edhe Kurti me gjas thotë që nuk janë vetëm aspekt teorik, mund të jenë edhe praktike, dhe mund të jetë nëse eventualisht nuk e bëjnë quorumin. Pse janë më të mundshme zgjedhjet se sa një zgjidhje realisht? Po PDK-ja dhe LDK-ja janë në knockout, edhe ato janë të rënditur thellësisht nga ky rezultat, por jo vetëm nga rezultati, por nga mënyra se si zoti Kurti ka dribluar dhe ka qenë 5 hapa përpara tyre. Pra, nuk kanë mundur që ta parandalojnë në arritjen e qëllimeve të tij, qafë me ato ndimat e famshme, qafë me datën e zgjedhjeve që u treguan të dyja si shumë frytëdhënëse për zotin Kurti. Kështu që ideja është kanë qenë realisht është dëshmuar se janë të pafuqishme. Kështu që janë ende në një huti, në një paqarësi të madhe, veçanërisht LDK-ja, cila tash pritet edhe ta ketë një sfidë për çështjen e kryetarit të ri apo të mbajtjes së zotit Avdi Xhiku, por sido që tjetë, besoj që
është shumë vështirë që të rikuperohen kaq shpejt natyrisht, por besoj që deri në mars kanë mundësi, nëse janë serioze, nëse janë të sinqerta, nëse vërtet dëshirojnë që të dalin nga ajo vorbolla, nga ajo guaca ku janë strukur veçanërisht liderët me atë grupën shumë të vogël të vendimarrësve edhe që të bëjnë diçka normale. Besoj e keni vrejtur qoftë në intervistën për Kosova Presin, por edhe në deklarimet tjera, Kurti nuk shpreh përkroje të hapur për kandidaturën e zonjës Osmani, e cila tashmë veç e ka shfaqur ambicien e saj për ta marrë një mandat tjetër. Si e keni lexuar ju gjithë këtë? Si maturi politike, fundja ai tha që ka qenë e vështirë ti kesh 61, lëre më 80, apo si më manover edhe potencialisht nxjerrjen e një emri të ri, jo të zonjës Osmani, cila për ju qëndron më shumë? Po, unë mendoj që është një aktrim i zotit Kurti, sepse zoti Kurti e di që përveç zonjës Osmani nuk besoj që ka ndonjë kandidaturë tjetër e cila do të ishte e pranueshme edhe për zotin Kurti, edhe për bashkinë ndërkombëtare, edhe për me ndonjë kompromis, edhe për parti tjera, pra zonja Osmani, presidenti Osmani ka përvojë gjatë në politik, ka qenë në LDK, ka qenë aktorë e rëndësishme në LDK-s, ka qenë në procese të ndryshme, kështu që po ashtu e ka pas përkrahjen e madhe të amerikanëve veçanërisht, po edhe të BE-s, edhe ka qenë si një personalitet rreth së cilës janë përbashkuar shumë elemente, pra përveç popularitetit madh që ka dëshmuar edhe me votë. Kështu që është shumë vështirë që të nxirret dikush, pra përmendet zoti Murat Jashari, përmendet në disa emra, por është shumë vështirë që të bëhet ky mozaiku edhe për zotin Kurti, sepse nuk edhe para njerëzve, para qytetarëve, sepse zoti Kurti është i vetëdijshëm për popularitetin, për ndikimin që ka zonja Osmani. Kështu që unë mendoj që është vetëm një kamuflim, por edhe zonja Osmani, presidenti Osmani e ka ndihmuar shumë gjatë këtyre 5 viteve. Zotin Kurti ka qenë, që thojnë në Itali, 100% në frekuenca, në binar të zotit Kurti, bile edhe shpesh edhe duke e sakrifikuar edhe imazhin e saj profesional, për shembull çështjen e këtij Llabanit, ajo ishte krejtësisht e pakuptueshme nga aspekti profesional, me gjykatës kushtetuese, por në aspektin politik ishte sepse ishte në një vijë me zotin Kurti dhe po shihet që ende nuk është bërë gjë. Po ashtu edhe me datën e zgjedhjeve, pra doli tha që pasi gjitha partitë ishin kundër, u zgjat 28 dhjetori, por ajo doli tha që nuk ka qenë KQZ-ja e gatshme, por pastaj u përgënjeshtruar nga ju pra po shihni aktrim të Kurtit, sepse në fund nga kjo që po lexoj çfarë po thoni, është që Kurti do e mbështes kandidaturën e zonjës Osmani. Unë mendoj që nuk ka opsion tjetër, sepse do të rrezikonte shumë. Nuk ka tash, nëse e gjen ndonjë anonimos, nuk mund ta ketë, pra do të jeti paparashikueshëm, sepse zonja Osmani është e parashikueshme veçanërisht në nivelin ndërkombëtar. Pra është të gjithë e dinë se çfarë në nivelin brenda kosovar mund të ketë edhe asi epizode pro vetëvendosjes të partizuara, pra ku t'ja maj anën zotit Kurti, ku t'i dal krah zotit Kurti dhe vetëvendosjes, por në nivelin ndërkombëtar, pra unë besoj që janë të kënaqur aktorët ndërkombëtar me punën e saj, sepse ka qenë realisht në shumicën absolute të kohës, ka qenë brenda kërkesave tyre për një presidente të Kosovës që e kanë, edhe kështu. Por, pra, zoti Kurti mund ta bëjë, ajo është e drejtë atij, por besoj që do të rrezikonte shumë, sepse nuk ka ndonjë gjaz, pra nuk ka ndonjë personazh i cili do ta kishte autoritetin, që do ta kishte edhe përkrahjen ndërkombëtare për tu kandiduar nga zoti Kurti. Po si shihni faktin që dy partitë e mëdha, por opozitare, deri tash opozitare, por edhe AK-ja vazhdimisht kanë thënë që zonja Osmani s'ka qenë unifikuese, se ka luajtur rolin e saj. Tash nëse e votojnë, a del që ato zhyten edhe më tutje, realisht përlyen edhe më tutje, dhe duken shumë keq edhe para vetë votuesve të tyre. Pra, a janë mes gërshërësh? Sakt. Ata janë mes dy zjarreve, janë mes gërshërëve, sepse rezultati i 28 dhjetorit i ka sjellë në këtë
situatë, e rezultatin e 28 dhjetorit e kanë sjellë shumicën e përqindjes e kanë sjellë ata vetë, pra PDK-ja, LDK-ja, edhe AK-ja me sjelljen e tyre në gjatë vitit, veçanërisht në kuvend, por ideja është se tash janë në pozitë palakmueshme, mirë po unë besoj që edhe pse në këtë pozitë palakmueshme nuk guxojnë të dorëzohen edhe t'ja shtrojnë të pion e kuq dhe të pranojnë pa asnjë kurthzim zonin Osmani. Sepse zoni Osmani... Çfarë kurthzimi mund t'i bësh? Pastaj ka një mandat, si që dim, nuk është edhe lehtë që mund të ndikosh. Po mund të ketë ndonjë element, për shembull për çështjen e gjykatës kushtetuese, për gjykatës të ri, për ndonjë projekt tjetër ndërkombëtar, për ndonjë marrëveshje, pra që të marrin edhe ata merita për ndonjë element, pra për këto ku nevojiten të azam 2-3 ose për diçka tillë, por në politik është gjithçka mundur, edhe e mundshme, edhe çështja është që nuk guxojnë ta bëjnë atë që ka bërë herën e kaluar LDK-ja. Pra nuk guxon të çndrojë sepse zonja Osmani, presidenti Osmani e ka dëmtuar LDK-n, edhe nuk guxon LDK-ja që pa asnjë kusht ta votojë sërish. Një herë votuan, dështuan, tash nuk guxojnë ta bëjnë. Si keni parë ata që kanë vështruar pak si një lloj paniku te zonja Osmani për faktin që ka dalur kaq hapur në disa raste duke e ofruar kandidaturën. Pra nëse do ishte e sigurt, shumë kush ka thënë që nëse do ishte e sigurt që ka mbështetjen e Kurtit, aja nuk do të dilte kështu publikisht apo jo. A ka gjës që çfarë po thoni ju të jetë komplet e kundërt realisht? Të dalë kundër që zoti Kurti në fund do e zgjedh tjetër kë. Absolutisht, kjo është një mundësi në morinë shumë mundësive, pra unë po them mundësia e zoti Kurti ka 50%, është politikani 51 tash. 51, po mos të harrojmë sepse ky një kalimi në këtë 60 që brenda asaj ka rëndësi shumë, pra 50% është politikani total i Kosovës, kështu është norm krijuesi. Ai krijon normë, ai krijon paradigmen, pra sepse këtë ja mundson besimi shqiptar. Pra rezultati ja mundson atij të zgjedh këdo. Absolutisht, ja doj qefi. Absolutisht, ai mundet këdo, por as zoti Kurti nuk është i gjithpushtetshëm, pra natyrisht, edhe ai mund ta zgjedh këdo përderisa e ka një plan si t'i arrijë 80 votat. Spaku për raundin, pra 80 spaku për kvorum. Edhe ideja është që ky 80 votë që nuk arrihet shumë lehtë as me dy partitë kosovare, as me pakica, pra do t'i duan mjeshtri të pashembullta negociatorë zotit Kurtit si kur më parë, nëse dëshiron me arrit. Po nuk të duhet votat domosdoshmërisht, duhet fundi ata mund edhe të abstenojnë ose të votojnë edhe kundër, vetëm e rëndësishme është të ketë quorum. Po vetëm quorumi është, për mendimin tan quorumi është vot. Pra qëndrimi në sallë është vot, edhe këtë e ka bërë herën e kaluar LDK-ja, edhe shihej si një lloj afërsie mes zotit Abdixhiku dhe zonjës Osmani, por me këto dy palë zgjedhje, veçanërisht me datën e zgjedhjeve, e cila penalizoi shumë LDK-n, nuk mendoj që zoti Abdixhiku përveç se është në pozitë të tmerrshme politike si kur në jetën e tij, unë besoj që nuk kam as ndonjë luks që t'ja jap këtë të mirë, t'ja jap këtë bonus pa marrë diçka. Pra duhet në... Çfarë mund të merrë LDK-ja? Se na po flasim për një proces që do të jetë në muajin mars realisht, deri në 4 mars duhet të mbahet seanca për edhe zgjedhjen. Tani deri në 4 mars maspolia e shihni ju që zoti Abdixhiku do të jetë në krye të LDK-s, se kam paralajmëruar ndryshime, mund të ndodhë që s'do jetë atë. Jo, unë mendoj që zoti Abdixhiku do të jetë, do të vazhdoj të jetë kryetari i LDK-s, ai do ta paraqes këta dorëheqjen, pra zoti Abdixhiku do ta paraqes dorëheqjen, por kjo dorëheqje nuk do t'i pranohet nga LDK-ja, sepse kështu është një skenar logjik i rrethanave, pasi në pozitën që është LDK-ja tash nuk e kanë luksin që ta ndryshojnë edhe kryetarin, pasi do t'ju duhet shumë më tepër kohë, veçanërisht deri në mars, që të rikuperoheshin dhe nuk ekziston një figurë unifikuese brenda LDK-s që do të mund ta kishte këtë rol.
Pra ideja është që në LDK nuk shoh ndonjë personalitet që tash në këto rrethana ta marrë. Por vështirë po ashtu, zoti Muhaxhiri, është që nën lidershipin e Abdigjikut, LDK do të ketë 15 mandate më shumë, ti mund t'i ketë edhe 14, të shohim deri në fund se janë ende duke u numëruar disa votat me post. Pra, realisht Abdigjiku e ka sjell partinë tek zoti Hoti. Çfarë mund të ngjallë? A do të jetë një qoftë vazhdimi i mandatit ti si kryetari i LDK-s, a do të jetë vetëm fazë tranzicionale, pra derisa potencialisht ta gjejë një lider, dhe ky shini pasusjo. Po fakti që LDK-ja është në këtë pozitë është ekskluzivisht faji i zotit Abdigjiku, është sjellë në mënyrë krejtësisht të papërgjeshme, është sjellë në një mënyrë, mund me thonë, edhe arrogante politikisht, sepse kur je në opozitë, ti duhet kesh qasje shumë më proaktive, shumë më kreative, shumë më të afërt, veçanërisht me terrenin, veçanërisht me njerëzit, pra nuk duhet vazhdimisht të dalësh me 3-4 truproje dhe si kur je drejtori i CIA-s apo Donald Trump, edhe pra kur je në opozit duhet jesh shumë i afërt me njerëzit, edhe këtë e ka pas gabim, po edhe me profesionistët, edhe me teknokratët, këtë e ka pas gabim zoti Abdigjiku, edhe kjo ju kthye, veçanërisht kur përballë kishte një popullist si zoti Kurti, pra nuk kishte si të dilte ndryshe, por gjithsesi LDK-ja është në pozitë shumë të vështirë që nga largimi i zotit Isa Mustafa, sepse ka pas shumë grupe, edhe u pa me zotin Arben Gashi, edhe me paknacit e mëdha të zotit Hoti, që është një figurë shumë e rëndësishme edhe elektoralisht, pra sepse këta kur po vinë lider të ri, po tentojnë që ta bëjnë një grup shumë të vogël të njerëzve vendimars, edhe t'i përjashtojnë struktura tjera, kështu po ndodhet pothuajse në gjitha partitë, dhe kjo po ju hakmerret. Pra, por unë besoj që arsyetimi do t'jetë për një fazë tranzitore, por duke e ditë logjikën, nuk besoj që do t'jetë gjithsesi ashtu. A shihni si skenar duke folur për LDK-n, se të flasim edhe për partitë e tjera kështu veçmas, potencialisht nëse zoni Osmani nuk merr mbështetjen e Kurtit, që ajo të rikthehet LDK-s, edhe si e shihni si mundësi? Unë nuk e shoh si mundësi reale, sepse nëse ndodh kjo, atëherë e gjithë garda e tashme e LDK-s do duhet të largohej. Pra zonja Osmani edhe me largimin e saj nga LDK-ja, sepse votat të cilat i ka dërguar ajo në vetëvendosje kanë qenë pothuajse identike me votat e humbura të LDK-s, pra ka pas vot personal plus sinergjia që është kriju me zotin Kurti, kështu që LDK-ja ka pas sherrin shumë zonjës presidentes Osmani, edhe nuk besoj që ndonjë person normal aktualisht do ta pranonte rikthimin e saj si kryetare e LDK-s, pra që prapë të ishin nën tutellën e saj, nën urdhrat e saj, edhe pas kësaj goditje që ka bërë LDK-s, kështu që unë nuk besoj. Po vjen për shkak që zonja Osmani tha që nëse unë nuk marr një mandat, ka mundësi që do të më shihnin në garë politike. Tash gara politike mund të jetë parti e re. Po mund të jetë. Unë jam i bindur që nëse zonja Osmani del në garën politike, hyn garës politike, absolutisht i ka të sigurta 7-8%, ndoshta edhe më shumë, por për 7-8% besoj që i ka sigurta edhe pas strukturë, ajo si individe, si personalitet edhe minimumi, pra. Edhe besoj që mirë, po problemi me gjitha këto partitë është çka pastaj, sepse ti mund t'i marrë 7-8%, 10% herën e parë, por pastaj kur hyn në këtë ingranazhin e partive politike, të luftës së dytë politike, pastaj i humb pak, i humb fuqia, i humb edhe pesha, sepse duhet bësh shumë kompromise nëse dëshiron të vish në pushtet. Edhe gjithsesi është shumë vështirë që nga pozicioni ekstremisht komod i presidentes të dalësh në një parti, edhe një parti të re, të kërkosh vota, të shkosh në për fshatra, qyteza, të takosh me njerëz, të shkosh në për ato shkollat e vogla, në për klazat e vogla, në për oda, edhe që është një tradicionalizëm shumë i dëmshëm, por është realitet i cili fatkeqësisht po vazhdon, pra ta kërkosh votën familjare, kështu me radhë siç bëhet. Tash edhe ideja është që është shumë vështirë nga ky luks i madh të rikthehet aty, por nëse zoti Kurti vendos, nuk besoj që ka ndonjë mundësi tjetër. Okej.
Flasim pak për PDK-n, e cila është lënë pak më njanë, për shkak që pak a shumë humbi një 8.000, 10.000 vota aty, dikun humbja, për arriti ta mbaj elektoratin. Por gjithsesi edhe nuk është që ka ndonjë, le të themi edhe brenda PDK-s ndonjë optimizëm të madh për liderin Hamza. Pra, ajo rujti atë bazën, por realisht kur t'i fitoj 5-1 është një hegemoni politike, le të themi. Cila është e ardhmja e Bedri Hamzës në kryet PDK-s sipas jush? Po fillimisht ky shkëmbim, pra ardhja në krye e zotit Hamza, pra largimi i zotit Krasniqi ishte pak sa i çuditshëm sepse u bë shumë afër zgjedhjeve edhe diheshim pra kur do të mund bashen edhe zakonisht kur vjen një kryetar i ri, veçanërisht një parti që ka strukturë shumë të fuqishme edhe që ka shumë zhvillime në prapaskena, si që është PDK-ja me interesa të mëdha financiare, me interesa të mëdha lokale, me interesa shumë të mëdha, pra kështu të akterëve të rëndësishëm në struktura, është shumë vështirë që një format i një lideri, si që është zoti Hamza, që është edhe me i qetë, me i butë, që fletë më ngadalë, që ka një diskurs shumë të kujdesshëm, pra është shumë vështirë që një personalitet i tillë ta ketë të gjitha levat e partisë. Pra zoti tha që i ka pas për një kohë gjatë dihet për shkak luftës, po ashtu pastaj zoti Kadri Veseli, edhe zoti Memri Krasniqi ka ardhur si ministër i shumë vitshëm, si personalitet që ka qenë afër zotit Thaçit dhe zotit Veseli, por zoti Hamza nuk ka qenë kaq afër, ka qenë ministër, por ne njohim hierarkinë, pra ka disa nivele të ministra, por sa i përket profilit të tij e ka më të ndryshëm. Kështu që ka qenë, unë kam menduar që do ta kenë si një lloj alibie, si një lloj arsyetimi për rezultatin jo të mirë që asi, por fatmirësisht për ata rezultati ishte pozitiv. Ky është një tavan i PDK-s, pra kjo është një realitet. Mund shkojnë nëse ndryshojnë. Pra ideja është të marrin struktura të reja, të kenë ofertë. Pra PDK-ja nuk ka pas një ofertë bindse. Tash ishte kjo rritja e rrogave, ishte kështu mirë po shtesa, por mënyra se si u tha, mënyra se si u prezentua nuk ishte bindse për qytetarë, gjë që ja tregoi edhe rezultati. Pra, sikur të kishte qenë bindse, përqinë do të kishin qenë ndryshe. Por problemi është që zoti Hamza, njerëzit e njohin PDK-n. Pra, njerëzit e njohin PDK-n, e njohin zotin Hamza, nuk është zoti Hamza që mund t'i largoj nga bina aty siç bënte zoti Thaçi, apo të mos i kandidonte, apo të zgjidhte një kabinet sipas dëshirës vet. E ka shumë vështirë, por për këtë arsye duhet ta ndihmojnë zotin Hamza shumë, veçanërisht me resurse profesionale, në mënyrë që PDK-ja dal nga dal të ndryshojë edhe imazhin dhe të jetë një aktere më bindse në betejën kundër vetëvendosjes. Mirë, dhe në fund krejta AK-ja e cila mezi e kaloi pragun kësaj radhe, ka paralajmërime që mund të ketë ndryshime të brendshme, që zoti Ramush Haradinaj do të tërhiqet. Nuk e dim nëse është e saktë kjo, por këto paralajmërime që kemi marrë edhe kështu diskutime me njerëz të AK-s, duken që edhe do të rezultojnë me ndryshim të leadershipit. Është fundi i AK-s në Haradinajn? Po unë mendoj që ky është maksimumi. Ky është maksimumi, ky është tavani, ky është nuk mund të shkojë me kaq, sepse edhe strukturat janë ekskluzivisht të ndërlidhura me figurën e zotit Haradinaj, me trashëgiminë e tij. Kur thua AK-ja e mendon Ramush Haradinajn, edhe ideja është që duhet që pra nuk mundet, ky ka qenë një rrezikim i madh i zotit Haradinaj. Mendoj që strukturat komunale, kryetarët e komunave kanë ndihmuar shumë sepse zgjedhjet lokale ku AK-ja pati sukses konsiderueshëm, erdhen me njëherë pas veçanërisht balotazhi, kështu që besoj që ai inercion vazhdoi edhe mirë, po kjo nuk mund të vazhdojë. Mendoj që nëse ndodh ndryshimi i leadershipit, zoti Gjini, Ardian Gjini do të ishte një kryetari figura më e duhur për AK-n. Me qenë se folëm për 3 partit, për profilet të veçanta, të flasin tash se si këto, si 3 parti mund funksionojnë si opozit, pra si ishin e këta numra, pra po flasim 20% PDK-ja tash ka, sa flasim 13 i ka LDK-ja dhe 6%, ose mbi 5, afërsisht 6%, pra në numra ka një hegemoni të kurtit ndaj
ndaj tyre. Si mund funksionojnë duke ditur, që nuk është se kam funksionuar si një unison edhe si ish opozit për 5 vjet e kaluara. A jep kjo fuqi të pa kontestueshme Kurtit në raport me opozitën e tanishme? Fuqin më të madhe zotit Kurti jep ajo pamja e kuvendit, pra ku vetëvendosja nuk do të ketë vend për të ulur, pra duhet shkojnë edhe në ata rreshtat e lartë atje, edhe këto partit do t'jenë pra me shumë pak, vetëm ajo pamje do t'jetë kështu një dominim edhe simbolik edhe psikologjik i zotit Kurti. Opozita është në pozitë shumë të vështirë, por opozita ka sjell veten në këtë pozitë, pra ja kanë bërë sikur një ekip i futbollit që luan shumë dopt, pra nëse humb 5-0, 6-0 nuk mund ta fajsosh askënd. Ideja është duhet që të rikthehen në normalitet, duhet që të jenë të sinqert. Ajo që ka kërkuar nga opozita është që të jenë të sinqert për rolin e vetë, për rolin e zotit Kurti, si të ballafaqohen me zotin Kurti, jo t'ja bëjnë qefin njëri tjetrit, lideri strukturave, strukturat liderit, edhe pastaj të vinë në këtë situatë të jetë indiferente në raport me zotin Kurti. Pra ideja është që duhet që të rikthehen në normalitet, që të bëjnë çdo gjë për të gjetur forcën, për të gjetur mundësi realizmin në raport me zotin Kurti. Pra duhet të jenë realiste si ta luftojnë zotin Kurti, sepse nuk është normale pra që një lider të ketë 50, 42, 50, kur nuk ka zhvillim shtetit, nuk ka zhvillim ekonomik, kur kemi izolim, pra si kur të kishte pas sukses të madh në rregull, po ja japim dorën, bravo i qoftë, por ne këtu jetojmë, nuk ka manipulim të shifrave ekonomike, ka manipulim të porosive ndërkombëtare, por realiteti është nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka. Po, Kurti po premton vazhdimsi qeverisës saj. Tash, nga fundit ajo është legjitimu me këto vota. Në aspekti demokratik, i lë gjithë kritikusit, dhe ju jeni kritikus, pa fjalë për shkak që thot neve na votuan me këto ide. Pra, ju shihni edhe kabinetin që ka propozuar, me gjithë shumica tyre kanë qenë ministra. A besoni që megjithatë, duke qenë që 5 vjet ka qeverisur, t'i shërbejnë, a nëse nuk e pranën publikisht, mund t'i shërbejnë disa nga përvojat e gabuara të qeverisjes si një mësim për të dhe potencialisht shohim ndryshime pozitive. A mund të shtrohet edhe kështu? Zoti Kurti do të jetë kryeministri i Kosovës. Kosova është vendi ku jetoj unë, ku jeton familja ime, ku jeton bashortja ime, fëmijët e mi, pra unë këtu jetoj. Unë do doja shumë që zoti Kurti të kishte sukses, sepse nuk jam antar i asnjë partie politike dhe nuk e kam kritike ndaj zotit Kurti, nuk e kam që t'i çoj unë mulli një partie tjetër, por nuk e kam atë problem, edhe ideja është që unë do doja që zoti Kurti të ishte shumë i suksesshëm, do ta përkrahja maksimalisht nëse do të më binte që ka ide për ekonomi, ka ide për bashkëpunim ndërkombëtar, ka ide si t'i rikthej alatet tanë, ka ide si ta çoj Kosovën përpara në rrugën evropiane, pra do ta kishte përkrahjen time maksimale pa asnjë kompenzim të asnjë lloji, pra vetëm për shkak se është kryeministri i shtetit tim edhe për këtë arsye kur ai punon mirë zhvillohet Kosova. Pra ideja është që zoti Kurti, unë shpresoj do doja, e uroj që zoti Kurti të mësoj nga gjitha përvojat negative, nga gjitha leksionet, nga gjitha gabimet, dhe të mos i bëj mod, që të mos i përsëris më, të bëj ndonjë gabim të ri, por jo ato gabime që i ka bërë deri më tani, pra tjetë tamam shkencëtar, siç e ka dhe këtu një lloj afiniteti, dhe ideja është që të punoj sa më mirë për Kosovën. Pra kjo është urimi im, edhe besoj çdo qytetari normal të Kosovës. Cilës e shihni sfidën kryesore të qeverisë së re, Kurti 3? Sfida kryesore, dy sfida i ka. E para është aspekti ekonomik. Pra duhet domosdoshmërisht bëhet diçka, nuk mund të vazhdoj me këtë çështje sepse kriza po rritet, nuk mundet me manipulime të shifrave, jo vende të reja të punës, jo fiskalizim, jo
kthim nga ekonomia e hirt në ekonominë tatim paguese e kështu me radhë, pra nuk mund të vazhdoj me këto, nuk mundet që blerjen e banesave nga bashkëdhetarët tanë nga mërgata ta konsideroj si investim i huaj nga Gjermania. Ashtu kategorizohet. Nuk guxon. Po, ashtu kategorizohet, por kur thua investime nga Gjermania, ti mendon që Mercedesi ka ardhur apo BMW-a, por ideja është që nëse janë bashkëdhetarë këtanë, kjo është një nivel tjetër, pra nuk është duhet që të ketë që të vinë kompani të huaja që të investojnë në Kosovë, kjo është esenca, pra ideja është e para është ekonomia, edhe e dyta domosdoshmërisht duhet të përmirësoj raportet me alatën ndërkombëtar, me BE-n, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nuk ka asnjë dobi Kosova nga ky izolim, nga kjo blokad, me dialog duhet që t'i gjej mundësit, pra që t'i bishnoj ndoshta ndonjë kërkesë ndërkombëtare, por jo që të bllokohet, jo që të shihet si bllokues. Për shembull, në këtë intervistën me Kosova Presin e përmendi, jo, unë nuk do të vazhdoj në dialog pa u kthyer Radojčići, mendoj që është një kërkesë e cila do t'i kthehet bumerang. Domethënë, jo që nuk është mirë, por duhet që të jetë më diplomatik, më mjeshtror, sepse nuk bën që të stigmatizohet si bllokues i dialogut, kur çdo gjë në rrugën europiane të Kosovës lidhet me dialog, pra duhet që gjej fuqi, edhe kjo është. Pra ekonomia edhe marrëdhënia ndërkombëtare, këto janë dy sfidat të cilat urojmë nga zemrat që ti të kalojmë me sukses maksimal. Mirë, faleminderit shumë zoti Maqi. Faleminderit për mundësinë, në kënaqësi.